Unë tani do iki tek kontakti. Ati është kati dytë. Kati dytë unë e kam mendet. Po shkoj vetëm në problemin shkallë, se s'kam fuqi që të njitem. Unë kam pas problem sidomos në problemi im personal, për shembull në frymarrje. Një dhe në reumatizëm, në punën e tensionit. Edhe kam rënë në shkallë. Ne kemi shumë nevojshëm asensorin se deri në kat 6 nuk hypën dot. Edhe unë vetë jam me kombrama të thyme. Edhe ngjitemi çfarë bëjmë nga halli. Hec nga do, hec i kat nga do, hec i kat nga do, derisa sosim kat 6. Kena folën bashki, kanë folë të pallate, ai që është kryetar që është i shkallës edhe nuk ka bëjë gjë. I kanë përcjell. Me vështirë, moshën që kemi, duhet të bëjmë pazar, jemi të detyruar të dalim, të ngarkuar, nuk i ngjisim dot kati 6 jemi. Ne duhet jemi përpjekur, por nuk biem dakord familjarët për koston që është. Nga 3 milion thoshin ato për banor. Një problem i madh që ka lindur sot, kur flasim për gjithë përfshirjen sociale për shembull, është mungesa e ashensorëve. Nga pikpamja urbanistikës, gjithë këto grupe llogariten si persona me aftësi të kufizuara, qoftë prindrit me fëmijë të vegjël, është shumë vështirë të ngjitesh në katin e 5 duke mbajtur. Në nuk kam blerë ndonjëherë për ashensor, se duket kjo shkallë nuk ka nevojë, derisa ata nuk mlidhen. Unë jam kati parë se kam problem fare, ashensorit, por që ai që është kati 5 i gjatë, 5-ti, duhet i se mbledhë, po s'është mbledhë fare. Dhe këto zona nuk kanë administrator. Kjo në bazë të problemi. Nuk mbledhet njëri këtu. Janë indiferent, tu si një pjesë të madhe, këtu janë me qëra. Ai katit 5 e bëri vetëm vetë atë, nuk investuan këta tjerës, edhe këta nuk kishin mundësi financiare, po deri ke 500 që edhe mund ta paguaj. E kapa të do me thëmë, po më shumë jo. Shkallët janë sharra e zemrës, i ngjis 2 nga 2, gjitha me ndalesë. Nuk bëhet fjalë që të eci normalisht shkallë. E para punës njëherë që në momentin që e mendoj që duhet të zbrezet të gjithë shkallët, fillon problemi mendor. Po për hir të së vërtetës jam munduar ta ruaj aq shumë veten, saqë të ta shpenzoj shumë kohë në ngjitjen dhe në zbritjen e shkallëve. Që do thotë të mendoj një orar kur mund të jenë pjesëtarët e familjes në shtëpi, për të ngjitur diçka lart, ose për të zbritur poshtë. Unë jam 86 vjeçar. Do marr 2 bitonat nga 5 litra edhe të shoj ta mush në Lindë. Hyp me autobus, zbrit me autobus. Edhe kur vi këtu, unë me zinjë shkallët, ne ujtë në lartë e njësim hec 5 shkallë, ndalu edhe pusho. Se nuk punon më trupi dhe organizmi. Unë jetoj vetëm me gruan edhe me vajzën e paralizuar. Po, ka pasur interes dhe janë të gjithë dakord, por puna është që nuk e vendosim dot. Pëse ne kemi dhe moshën e 3 që janë shumica, se fëmijët kanë ikur jashtë shtetit, edhe ata e kanë të vështirë shumë. I ndihmojmë ne që jemi pak më të rinj, e çojmë çantat dhe mbaroj filmi. Nuk ka asnjë pallat ku nuk të jepet mundësia për të bërë ashensor. Ja unë pa ata probleme shëndetësore nga zemra erdhi ambulanca për të më marrë pasi s'kishim çfarë të zbriste. Kam joftuar komshit, babu, më këtej me zi më zbritën deri poshtë. Po pas e për të gjetur kur dola nga spitali. Po prapë identike. Ka pa 2-3 njerëz aty, ju dhash lek, ti më hipën në një karrike, më ngritën krapit shumë lart. Ne një muaj pa dal. Po ta vini re me kujdes. Ne kemi 6 pushime, diku te 1.2 metër. Dhe shkallat janë pothuajse ngjitur. Aty s'ka vend, domethënë po të ashensorin do të i shkallën në ashensor. Me vetëm mundësi është të vendoset nga jashtë. Domethënë që në qoftë se ti ndërhyn jashtë, thuajse nuk punon fare aspektet strukturore. Ka gjithmonë zgjidhje elegante për tu ndërmarrë nga jashtë objektit. Edhe pastaj përmes një sheshpushimi të vogël të hysh në objekt. Nuk ndikon fare në pikpamjen strukturore ose aq pak sa është një element dypsor edhe për dosjen që do përgatish për të pajisur me një leje aty. Kjo që do t'i lutesha shumë bashkisht sikur ti mirë në dorë këto punë. Dhe pastaj ta bëri tarifën sa doj. Ja të gjithë të gatshëm nga kati parë pasi të paguajnë.